Jemi dhe sot. Unë grysën dhe sot e hënë ora 18:05 mbas një super dite me super ngarkesë. Tashmë e gjithëm atë kohën e vogël për të ngullur një qike dhe për të regjistruar në një sen përsëri. Kemi letër tjetër kësaj radhe, kemi prap një letër. Normalisht unë e lexova një herë më parë, është goxha temë komplet ndryshe nga ajo e para, është komplet në një drejtim tjetër, domethënë. Po që është prap interesante dhe më duhet ta them që nuk është se e njihja shumë si fenomen që ishte duke ndodhur. Do kalojmë gjithsesi për më vonë. Si fillim, faleminderit për audiencën e podcastit të fundit të letrës, është pritur më mirë nga të tjerët në Spotify, në Apple Podcast, domethënë ka pasur rekorde për sa i përket podcastit tim. Në YouTube ka qenë më sipër nga të fundit. Tani bëm vaki që ka lidhje edhe me faktin që u mundova dhe një çik vetë me atë marketingun, domethënë që ti përzieja pak vetë kështu edhe ja çova çdo robi. Që nga ata që ha buk deri tek ata të tjerët që kisha vite pa folur edhe pa kështu, po që gjithsesi shpresojmë domethënë që tjetri të heci pak më mirë. Si gjithmonë ju e dini që kritikat janë të mirëpritura, që nuk ju pëlqen është diçka që mua më intereson thellësisht, domethënë se është shumë e rëndësishme të dish që ku i ke mangësit, ku po bën gabim, ose jo vetëm gabim, po çfarë mund të bësh më mirë, ku mund të përmirësohet. Për sa i përket pjesës së audios, domethënë thjesht kemi zakonisht shumë ngarkesë nga shkolla, kam diku te 4 projekte tash për të bërë, domethënë edhe nuk i kam kushtuar as shumë rëndësi. Edhe një investim deri diku ajo e do, kështu që mendoj se çdo gjë me kohën, avash, mendoj se doja plotësoj dëshirën vetes time një herë të parë podcastit, se meriton, se është diçka që vërtet e bëj me qejf dhe më pëlqen edhe personave që shqetësohen në fakt. E di se unë kam kontrolluar disa herë vetë me kufje, domethënë mos për ata që dëgjojnë me kufje ose me aparatura të tjera audio, domethënë bie jashtëzakonisht shumë në sy edhe zëri që kumbon edhe të tjera. Por që ideja është që shpresojmë që sa më parë ta ndreqim. Që se si do marri nuk e di. Para se të fillojmë prap, domethënë pika tjetër që do të qasësha ishte këto ajo po dhuna në familja i tipi që kishte dhunuar vajzën e vet fizikisht edhe seksualisht, domethënë edhe vazhdojmë të kemi akoma të njëjtin mendim, domethënë edhe tek një nga podcastet që është regjistruar që nuk është publikuar kur për shkak të ndryshimit të interesave të pjesëmarrësve, domethënë është trajtuar edhe pjesa e abuzimit seksual. Në një të ardhmen të afërt unë këtë podcast këtë temë do ta trajtoja në një podcast tjetër, domethënë që të futesh pak më në thellësi që pse që është tek, ç'a bëhet, si mund ta ndryshojmë të tilla gjëra, domethënë, por është vërtet shumë temë sensitive, është temë që kërkon vëmendjen e duhur, kërkon përgatitjen e duhur, edhe më shumë se nga të tjerat kërkon dhe një person që të kesh një vibe check, domethënë që të mund të kontrollosh dhe pak idet, edhe mund të provosh disa gjëra të ndryshme, edhe jo vetëm ti argumentosh, për të argumentuar nuk është se na mungon gjë, po edhe ti si i thon, ti konkurosh në pak një çik, i bësh një çik kontest me tjetrin, domethënë që mendon ti si mendoj unë, ose cilat janë pjesët, si mund ta thith njerëzit, domethënë si mund të ecin me mendimet e tyre në kokë për të qenë i sigurt që nuk do përcjellësh mesazhin e gabuar apo më the thash, kështu që gjithsesi kjo është diçka që mbetet për të trajtuar deri në një moment. Nuk kam ftuar disa vajza të ndryshme, domethënë sepse ai pari që është bërë me një nga shokët e mi,
Është shumë mirë, është jashtëzakonisht shumë lartë si cilësi, po që nuk është më mirë të jetë edhe një femër e pranishme, sepse shmang dhe disa probleme që mund të shfaqen gjatë rrugës, ose ku dëgjon edhe një lloj perspektive tjetër, se nuk është se kemi të gjithë njëri atë eksperienca. Por që këto janë gjëra që ndodhin, domethënë në atë vendin ton epik, edhe pse shumica të gjërave që dëgjojmë dhe që merremi janë Rama Berisha. Nuk e di çfarë bën akoma që sikën fare se na stresoi, se di është bërë shumë i mërzitshëm, ngjeren duke parë gjithkund. Ata janë bërë si meme, është si ajo e stradë e Shkodrës që shikonin për vitë të ri, tani shikojmë parlamentin, është full me meme, nuk ka nevojë për punim fare, kështu që. Se di, nuk e di se si do të çojnë këto gjëra. Shpresa më e madhe është domethënë që të ikin këta marrëdhjet një orë më përpara, që t'i hapin rrugën në një tipi. Po me sa duket e vështirë, se ata janë ndarë të gjithë janë ndarë në disa fronte të ndryshme dhe është e vështirë domethënë të nxjerrësh kokën tash kur janë të ndara palat. Po gjithsesi marr vrejtje sepse më duket se kur e ka përmendur, po më duket se herën e fundit nuk i kisha përmendur trenat. Edhe kam marrë 2 mesazhe që daku çka ka ndodhur pse si ke përmendur trenat. Na kanë bërë kritika për trenat, që pse i përmend trenat ai shumë se e morën vesh, po që në të vërtetë nuk ka marrë njëri vesh rëndësinë e tyre. Edhe çfarë do thonë për një vend të vogël si Ajoni. Edhe unë sa herë të bjeri tema se nuk mund të nxjerr kështu kot. Sa herë që të vetem atje, domethënë normalisht do të diskutoj, sepse është diçka fundamentale për një mbarvajtje ekonomike, infrastrukturore, nëse të thash, çfarë janë këto fjalë të bukura kështu, sikur një kemi marrë nga fjalori. Gjithsesi, le të kalojmë tek tema për të cilën jemi mbledhur sot, që është letra që na ka ardhur. Letra titullohet Kështu. Edhe është e bukur. Ka një mangësi të vogël që pritoni, nuk është prezantuar as nëse e thash. Kështu që emrat t'i vendosin vetë nga fantazia që ka gjithë secili, domethënë. Edhe me atë fantazinë, domethënë të lidhesh edhe secili se si e mendon, si mund të jetë në realitetin e tij, se unë vërtet këtë si fenomen nuk e njoh. Por le të vazhdojmë. Kështu. Në qoftë se do të kisha një ditë një biznes timin mjafton, është abetare, klasë 2, një biznes timin, nuk ka nevojë të timin. Në qoftë se do të kisha një biznes timin, nuk do të zgjidhja të punësoja asnjë nga njerëzit që njoh, sepse e di që të gjithë kanë gënjur në kualifikimet dhe eksperiencat e tyre në të punës nëpër CV. CV letërshkrim, CV curriculum vitae, Optimus Magnus, çfarë këto. Edhe kjo më bëri përshtypje kështu si fjali e parë, domethënë që sepse unë kur gjitha idetë e biznesit që kam shkruar, që i kam mbyllur më shumë me një dok, që kam normalisht gjëja e parë që më vjen në mendje është të marr personat që njoh, sidomos shoqërinë time, duke ja njohur të gjitha vlerat se cili, domethënë që ku është njëri mirë, ku është tjetri, çfarë mund të sjellë ai në këtë biznes, si mund të ecim bashkë përpara edhe të tjera. Kurse kjo nis në një mënyrë shumë pesimiste, domethënë tek ajo gjysma boshe e gotës. Edhe më ngriti interesin që në fillim. Vazhdojmë. Mundojmë të lexoj sa më shumë pa e komentuar. Bile mund ta lexoj deri në fund pa komentuar. Shqetësimi që dua të ndaj është se sa të aftë jemi ne të pranojmë veten tonë dhe sa dim të japim për atë që është kaq e rëndësishme në formimin e secilit. Karriera. Për të nisur, po ndaj disa lloje profilesh LinkedIn-i. E dini çfarë është LinkedIn-i. Lloji i parë janë ata që nuk ekzistojnë, që nuk kanë një profil të tillë, sepse nuk janë drejtora për të treguar veten. Thënë kjo për të prezantuar llojin e dytë, CEO-t, entrepreneur dhe life coach-et e LinkedIn-it. Deri këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, madje është shumë mirë, sepse për secilin profil do kesh një foto shumë të bukur me atë kostumin serioz, me buzëqeshjen e fytyrës dhe sigurisht atë shprehjen mbi jetën diku në profil.
nuk duhet ta habitni fare në qoftë se shikoni mëtej e ju dalin shumë pak arkitekte, mjek, gazetar, ekonomist, inxhinier e të tjerë. Sepse një profil LinkedIn i mirë është një CEO-je, një biznesi që është në base më shumë të keqen. Sepse një profil LinkedIn i mirë është një CEO-je biznesi që në base më shumë mundësi është vetëm një faqe Instagrami, ose gabimi pas ka zot. Ose një life coach që mund të jetë rreth 20 deri në 25 vjeç. Më ka rastisur të takoj një CEO të një biznesi orash, goxha biznesi, pra një faqe Instagrami e pa regjistruar gjekundi si një biznes në QKB. QKB-ja i vjet jetë qendra kombëtare e biznesit. Kështu dhe. E në një farë mënyre, jam me të, pse ta paguash taksa kur mund të kesh lek për iPhone-in më të fundit? Për foto Instagrami më të bukura, flas. Se fundja je CEO, për life coach po ja lë temën e hapur sepse do doja shumë të dija se çfarë i ofronte një individ i tillë secilit. Fenomeni që më shqetëson janë tjetër kush. Sepse secili është i lirë të shfaq veten siç e mendon. Kjo është garbage talk, nuk është i lirë të shfaqë veten si e mendon. Domethënë, është i lirë, por nuk është të nxjerrë shumë përpara ajo se do ta shfaqësh veten si je, të paktën për atë që do të marrin në punë. Se ti mund t'i thosh që kam punuar edhe për Boeing, po do vesh atje me nuk di të shtypësh kasetën e banjës, pastaj nuk është se do zgjasësh shumë në atë ambient pune. Gjithsesi. Vazhdo. Për mua është problem të takoj njerëz që punojnë ndershmërisht çdo ditë të jetës së tyre dhe e kanë të vështirë ta pranojnë atë që bëjnë. Njoh njerëz që punojnë në call center dhe nuk e pranojnë të tillë eksperiencë për CV-n e tyre. Nëse do të kërkojnë punë tjetër, në një tjetër call center, CV-ja e tyre do të jetë thjesht e mbushur mbi fjali mbi komunikimin. Por nëse CV-ja e tyre do të jetë ajo e vërteta mbi profesionin, kjo eksperiencë nuk do përmendet kurrë, ose më saktë do përmendet si një internship në një kompani X që jam i bindur që punëmarrësi dhe punëdhënësi nuk njihen kurrë. Le të mos flasim për profesionin si kamarier, banakier, kuzhinier, sepse për këta profesionistë nuk nevojitet as ajo diploma bachelor apo master që kanë me ndonjë profil tjetër. Këta mjaftojnë të njohin dikë që punon diku që t'i thotë që do punë. Shiko, kjo nuk është gjë e mirë, domethënë të hedhësh vrerën mbi këtë, sepse shumica e tyre që punojnë kamarier banakier jam i bindur që nuk e bëjnë nga qefi, pavarësisht mund të kenë pasur qef diku sepse edhe ajo ka lezetin e vet, po ti je me një vend të mirë, domethënë mund të bësh ndonjë lek, ndonjë tek, ndonjë tu, po që shumica janë aty sepse nuk ka mundësi të tjera. Normalisht kjo tema që trajtohet këtu domethënë është një nga ato arsyet, sepse nuk e shikojnë të arsyeshme, domethënë të tregojnë atë vërtetën që nuk kanë eksperiencë ose po që i duhet diçka, i duhet një kualifikim tjetër, por që mundohen të thonë jam kështu, jam ashtu dhe kudo në çfarë lloj ambienti punë ti jesh, në 95% rasteve, nëse është privat, do dali një ditë ajo zeza bit bardh, edhe do thotë robi dale plak se unë nuk të kam marrë për këtë në punë, ty nuk është në nivelin që duhet, kështu që ose do të ulim rrogën si gjithë tjerët, do ke hequr ato pjesët që ke shtuar ti ose hajde çao pra. Në shumicën e rasteve është hajde çao, se nuk se zakonisht nuk ta fal njëri. Pak unë do të falja, por tregon pralla edhe pastaj nuk të lidhi kputët. Vazhdojmë. Pastaj një tjetër kategori janë CV-të kopjuara, por me një ndryshim emri. Një tjetër ato që e qajnë anglishtën, por dhe shumë gjuhë të tjera me C1, por që nuk prezantohen dot në gjuhën e huaj e të tjerë. Kjo është shumë garbage. Në sot e kësaj dite e di që mund të kemi një nivel akoma më të militariste, domethënë po e shkruaj gjithmonë kështu basic. Domethënë se nuk e di si jam i sigurt, nëse di ai sa duhet, kështu që nuk dua të dal asnjëherë bluff, nëse më del ndonjë mundësi. Gjithsesi. Thelbi. Pse duhet të gënjejmë? A është kjo sepse ne kurrë nuk na kanë mësuar se si të bëjmë një CV përveç se në klasën e 7, ku shkruaj emrin mbi emrin, numrin e telefonit dhe punën që do donin të bënim? A është kjo
sepse nuk I besojmë potencialit dhe duam të tregojmë shumë më shumë pa qenë të tillë. A është kjo sepse nuk besojmë në sistemin e lirë, në tregun tonë? Unë nuk I di përgjigjet për këtë pyetje, por ajo që më shkon në mendje është e trisht sepse më krijojnë pikërisht këto dy anë të historisë që shoqëria ka sot e që ndeshin për ditë. Në këtë rast I zgjedh të jesh vetë ai CEO që thjesht paketon produktin dhe e çon në post, produkt që e merr diku tjetër dhe shet në Instagram, ose do të zgjedhësh që të jesh ai personi që punon kudo me një rrok të mirë për qiran dhe shpenzimet vetjake dhe s'të intereson asnjë më shumë. Mund të zgjedhësh të jesh një nga ata që nuk kanë asgjë, ose më saktë kanë shumë pak dhe I shfaqin të gjitha, ose ata që mbase kanë shumë më shumë dhe nuk shfaqin asgjë. Tani, unë se di, do me thënë, sa në sa përqindje, do me thënë, në çfarë lloj mase kjo është pasyrë e shoqërisë, do me thënë, por në qoftë do ishte një masë më shumë se 30% do isha vërtet I zhgënjur, do me thënë, sepse është diçka shumë e rëndë se kjo nuk ti nuk dëmton ai njeri, do me thënë, edhe biznesin ku do vesh të punosh nëse I he gënjur maksimumi të paguaj 1-2 muaj rrogën kot, por që nuk është se do e falimentoj kjo gjë biznesin, por kjo të shkakton depresion në plak. Kupton, ku shkruan që janë filani, janë fistëku, do me thënë, edhe çosh në mëngjes lanë dhëmët edhe shikon që nuk je plak. Si je? Edhe është, nuk e di, më duket shumë talje travi me veten tënde, do me thënë, edhe gjë që s'mua s'do më shkonte ndonjëherë në mendje ta bëja këtë. Duket pak si kështu. Se 1-2 gjëra më shumë I kemi thënë të gjithë, do me thënë, po si kemi thënë kështu në përsivira, gjëja e thoj kur shikon në një logjik. Të pëlqen për shembull kur kemi qenë pas gimnazit në fillimet tona kemi thënë edhe në një gjë më shumë, po që kjo më duket pak si budallik, se nëse ti do pretendosh që di më shumë dhe do futesh në një punë nesër pas nesër, është shumë e shpejt koha që do provosh, do me thënë, edhe do thonë rob, do me thënë që qa filani, qa mjeku, qa inxhinieri apo ku dijon, qa ekonomisti je ti, që ti ke shkruar të gjitha këto, po ti nuk di si punon Excel-i, kupton është. Kjo mbetet për të vërtetuar, do me thënë. Mund ta shfaqni me ndonjë koment në qoftë se keni njihni persona të tillë. Po që është diçka që bëva keq edhe ndodh, do me thënë. Nuk është se ne jemi fantastik, ne jemi mitik. Çdo gjë mund të ndodhi aty. Kështu që nuk do më surprizonte ai shumë në fakt. Po të flasim drejt. Fenomenet që përmenden tu, do me thënë me këto call centra me të gjitha, shiko, unë nuk ka probleme rob që nuk I shkruajnë punët e tyre, do me thënë. Edhe unë në fillim nuk I shkruaja kur kisha punuar si kamarier, banakier apo kështu catering, që kanë qenë këto. Po tani për shembull I kam edhe profilin në LinkedIn, unë I kam të gjitha, që nga koha që kam qenë në supermarket, që vija kështu ato shishet e birës atje te vendi, edhe deri tani që jam asistent inxhinier, do me thënë. Po nuk ajo s'ka asnjë gjë të keqe, ajo thjesht pasqyron profilin, po në fillim është e drejtë, do me thënë që të ushtron pak presion, se duket sikur je një çik më I dobët se sa të tjerët. Që është e vështirë ta përtypesh ndonjëherë. Por këto janë gjëra që kalojnë me kohën, do me thënë, edhe bile kur I jep, zakonisht kur t'i jepet mundësia të bësh diçka që do me thënë dhe ja del, atëherë I jep edhe më shumë vlera atyre që ke kaluar më përpara që thosh okay. Ja vlen të përmendet sepse ndryshimi I madh që mund të kem unë në profilin tim, do me thënë nga profesionet apo nga eksperiencat është dhe indikatori I parë që mund të tregoj rreth progresit që kam bërë unë, do me thënë nga një punë në dobët që vija e më çatuar deri te kjo puna ku jam tash. Të pjesa e kamarier banakir nuk jam fare dakord me këtë pjesën, sepse LinkedIn-i nuk ka platformë për të kamarier banakir. Unë mbaj mend të kam hapur LinkedIn-in vetëm për faktin që të shënoj atje si student për filan lënd, do me thënë filan universitet. Po punën e kisha kështu, si që ishte ajo, si tip shefi bari apo kështu qa budalli që ishte, si mbaj mend. Edhe vini shumë herë më shumë oferta, do me thënë nga kjo lidhja me shkollës, që isha edhe pa eksperiencë edhe pa gjë, dhe vini gjithmonë
oferta ose vinin ku dëgjon lajmërime, se sa mund të vini për gastronomi. Një herë jam kontaktuar unë për një kështu si tip meeting që mund të bëj për të gjithë ata të rinjt në profesion. Kështu që nuk është fair kjo, domethënë ti përmendesh këta për pjesën e LinkedIn, sepse shumica që punojnë e parafare nuk e kanë as shkollën profesionale për atë punë, nuk ka vajtë njëri të bëj kështu turizm apo hoteleri turizm, si quhet ajo shkolla që bëjnë këta. Por që me këto të tjerat pastaj është një çike e çuditshme. Po ka edhe një gjë tjetër përpasë, domethënë që unë e kam vërtetuar vetë edhe me këto intervistat që kam bërë kohën e fundit edhe kur bëra për punën time. Shiko, nëse është një film, domethënë që i ka gjëra të mira të gjitha, nuk i intereson njeriu fare as diploma jote e shkollës, as notat, as shaketin e LinkedIn, as nga të gjitha. Ai të futit aty të psikologjisë komplet trurin, çfarë mendon ti sa i aftë je ti për punë, domethënë sa i bën ball trysnis në punë të gjitha, edhe po i pëlqeu atij të merr. Të paktën unë 2 intervista që kanë qenë me pesh. Domethënë edhe ishin për një nga ato punoj akoma, domethënë ashtu ka qenë. Në momentin që unë zgjata atë pasurinë e notave, CV-në të gjitha, kështu i pa një çaj ato. Merri plak, nuk je për të punuar këtu, nuk je për të krahasuar notat me të tjerët. Kështu që nuk është se kanë shumë rëndësi në profesion edhe në privat, domethënë ato kanë rëndësi normalisht ku futesh kështu për research, për kërkime, kur punon si akademik, kur punon në universitet, normalisht duhet të tregosh një lloj niveli më të lartë të gradave ose të notave se sa një person normal, domethënë që studion, sepse normalisht do jesh përgjegjës për të tjerë që do mësojnë më vonë ose për të tjerë që do i paraqesh atë produktin, atë shpikjen tënde, kështu që ka shumë pesh atje. Por në 90% të tregut, ata që janë në rregull me veten në tyre që e kanë një firmë të mirë, domethënë nuk intereson fare. Mjafton të kesh vullnetin për të mësuar edhe të ofrojnë, domethënë lloj gjërash ndryshme, do të vijë, do të ngrihet përgjegjësia me kalimin e kohës. Kështu që nuk është se zë shumë pesh. Por te pjesa me këto që gënjejmë për gjuhët, kjo është gjë tipike shqiptare, domethënë nuk ka ndonjë gjë tjetër. Kështu që pse thonë që kanë shumë nuk kanë ndonjë gjë, thjesht është cool. Unë nuk kuptoj këtë, e di. Se kam provuar edhe me rob të tjerë, domethënë që ka rob që thonë di këtë, edhe nuk i dim. Ka dhe nga slavët, për shembull, kështu na nga Malizi, nga Bosnia, thotë unë di bosnisht, kroatisht, serbisht, malizisht edhe maqedonisht. Është bullshit, e kupton, po plak, edhe unë di kuksiançe, di beraçe, di tironçe, di gjirokastriçe, e kupton, këto janë gjëra domethënë që i bëjnë rob se thjesht për një numër, nuk ja din vlerat vërtet domethënë se ku qëndron e çfarë duhet të kesh. Po s'm duket ndonjë gjë serioze shumë domethënë. Po pjesa që pse ndodh kjo domethënë, duhet parashuar gjithmonë që unë nuk e di se sa në çfarë masë ndodh, por nëse është në një masë që duhet të diskutuar domethënë, nuk është fakti që ne nuk e bëjmë këtë në klasë 7, domethënë, sepse asnjëri nuk e bën. Dhe këta shokët që kam këtu që janë gjerman apo ku diun që unë se thash, ish kam njohur, nuk është se mëson njëri si të shkruaj CV, të gjithë marrin shikojnë online se si mbushet, se si bëhet, dhe marrin pothuajse gjysmë të gatshme që thjesht ndryshojnë emrat e institucioneve dhe emrat e veta, adresa edhe budalliqe dhe i plotësojnë. Kjo që nuk ka shumë lidhje me këtë, sepse nuk është ndonjë gjë e madhe të mësosh në CV, është diçka bazike, nuk po mëson të shkruash roman apo poezi, është diçka që është gjatë aty, ke forma të ndryshme se si mund ta bësh dhe thjesht duhet ta plotësosh. Nuk do e projektosh vetë nga para. Të pjesa që nuk i besojnë potencialit të është kjo, sepse shiko, më është e vështirë të jetosh me veten, e kupton? Por nuk, sidomos për personat që s'kan në një kualifikim për shembull, po që kanë mund të kenë shoqëri ose që i kanë ndodhur diçka për një arsye apo për një tjetër, domethënë nuk kanë arritur të bëjnë ato që duan dhe kanë bërë një settlement për diçka tjetër, domethënë që kanë hequr dorë nga ajo që duan, thjesht të mbulonin shpenzimet edhe mbase i jep një çik komfort kjo pjesa që bëjnë këtë pjesën e biznesit dhe për të gjitha, po pra nuk është kjo pjesa më e dëmshme. Nuk i bën dëm njeriu, thjesht e ke shumë me veten tënde plak, do jesh më i qetë, domethënë nëse paraqit ashtu çfarë është e vërtetë, domethënë se nuk është për turp. Se ndryshimi vetëm më shumë filloi. Vetëm në momentin që mund ta pranosh vetë, në momentin që mund ta shikosh veten
në pasyrë vetëm atëherë mund të jetë në një ndryshim që të quhet vërtet ndryshim, domethënë që të fillojë hapat e para apo në përmirësim e sipër. Në momenti kur e realizon vetë që e kupton domethënë ku qëndron problemi, aty është pjesa që atë bottom line, atë fundin domethënë e prek edhe është i fortë, edhe nga aty pastaj i shtrëngon këmbët edhe vetëm sipër mund të ecë se nuk heku vetëm më poshtë, kështu që për gjithë ata që bëjnë këtë nuk e di sa mund të jenë, por që për gjithë ata që bëjnë kështu thuaj plaku punën që bën, se nuk ka asnjë gjë të keqe. Se prindrit tanë kanë bërë lloj punë shumë të para. Kanë punuar me lloj robi. Çfarë i bën ato? I bën plera ata, i bën njerëz të padënjë për shoqërinë. Përkundër, derisa janë prindrit tanë, bile i bën më të mirë se sa ne, se duke i parë me ato kushte që kanë pasur, edhe prapë kanë dalë të çojnë fëmijët në shkolla. Kështu që duhet vlerësuar kjo pjesa, se nuk është fair, domethënë nuk është e drejtë që të trajtosh të tilla të lloj klase të punëtorëve apo të gjithë, domethënë, se në Shqipëri shumica si puna ime janë nga klasë punëtorësh vinë, kështu që nuk ka nevojë të gënjejmë veten më te kjo pjesa. Pastaj për sa i përket të sistemit të lirë tregu jonë, domethënë unë jam i pari që kur flas me ata persona që njoh, domethënë o plako po hik, ndryshoj, bëj kështu, po është e vështirë. Mua më kanë folur me disa persona të ndryshëm, domethënë dhe e kanë vërtetuar se vërtet është e vështirë. Është pothuajse çdo film një film tjetër, apo to që vizën njëra nuk të merr asnjëri. Është një mishmash shumë i keq aty, është një vrim e zezë, domethënë që normalisht ka. Se thonë po ja fut koti se ka normalisht raste të izoluara ose disa raste që mund të jenë të mirë, domethënë ka. Po që shumica ashtu i bëjnë. Plus që edhe rob, domethënë ka edhe një kategori tjetër përveç këtyre që janë këtu. Janë ata që janë profesionistë, që janë avokatër, që janë mësues apo inxhinier apo ekonomista, po i paguan ai si sytë e tij që të pucasin me nga 300-400 euro, 500 euro. Edhe ai ti si vjen fare, as nuk i shkon në mend çfarë likën dini të leshit të hapun dhe ja bëra shkollën për çfarë mund të ne bëra shkollën për 500.000 lekë. Ja futa i kamari, i para mbrapa. Ai merr 300.000 lekë kamareri rok apo 200.000 lekë sa merr, domethënë ja 200 tjera i bën bakshish. As jetën nuk e ka harxuar 5 vite në shkollë apo 7 vite. Asnjë gjë. Kështu që ka edhe nga këta të tjerë. Pastaj për konkluzion, nuk e di që të them, unë s'kam probleme ta që janë CEO. Ta e zakonisht që thonë që jam CEO, kështu kam dyqan online e gjitha, domethënë, e vetëm gjë që mund të kem për ta bëth mbar, domethënë. Inshallah po të ecën, inshallah po shesam shumë syze apo whatever the fuck. Çfarë lloj gjë është sheti, nuk e di, po që nëse ajo të gjë të bën të lumtur, nëse të zë gjumi në darkë, nëse i kënaqur me veten tënde, jepi plak. Si jo, 3, 4, 5 firma. Bon, ora, vartë, unaza, bluza, kapuça. A gjen dot tema që mund të trajtosh? Jepi, mos u rrit në një fare, s'ka asnjë lloj problemi. Ideja është tjetër. Ideja është nëse ty këto nuk të bëjnë të lumtur, nëse ty këto në fakt të stresojnë akoma më shumë. Sepse deri në një farë pike ti e kupton që ai plako what the fuck ç'po bëj, domethënë. Pa ty fillon problemi. Ai është problemi. Kur nuk tregosh sinqer me veten. Pjesën e pasur diku të para 3, 4, 5 vite që kanë kaluar. Ka qenë pothuajse një tip mini izolim i vogël, domethënë edhe ka qenë edhe periudha që kam njohur këto shkrimtarë të mëdhenj të kohës tonë me Jordan Peterson e të gjitha, që mua bëri shumë çuditshme sa persona nuk e njihnin, domethënë është. Mua më duket një çik e pamundur, domethënë sidomos për të brezin tonë që jemi gjithë kohën online me telefona me gjëra, domethënë mos e dish kush është Jordan Peterson, sidomos për çunat është një çik se di valla. Po që atëre kam bërë dhe unë të ndryshimet, domethënë. Është diçka ime që e ndaj këtu me gjithë kënaqësi. Disa gjëra që nuk ja vlen, domethënë i kam bërë dhe unë përpara.
Në momentin që e kam kuptuar që pesha e tyre ishte më shumë negative, që më shumë të dëmtonin se sa të rregullonin, u desh një kohë gjatë, më desh pothuajse një vit domethënë që ta përtypja atë si fakt deri sa erdhi momenti që okay, plako kështu është, unë nuk kam çfarë të bëj. Kam këtë background, kam këtë aftësi kapitale, kam këtë mundësi ekonomike, kam këto dije, kam domethënë ideja ishte që të gjithë pjesën që unë mundohesha të ngrija fasadën, domethënë që të fshija gjërat. Çfarë nuk më pëlqente tek vetja ime domethënë. Nuk desh një kohë shumë e gjatë sa ta përmbysja, derisa dola në faktin që e di çfarë plak. Nga plasi trapi fare se çfarë bëhet, unë të gjithë të pjesën që kam që kisha atje tani do e kaloj nga pjesa tjetër e peshores, do e kaloj te pjesa që okay, jemi tu ku jemi, kaq mund sa jemi me këto situata që na rrethojnë, domethënë çfarë mund të bëj unë. Është vështirë. Është sigurt që është vështirë. Të paktën për mua ka qenë vështirë, ka qenë gjatë, ka zgjatur shumë, ka qenë depresive, ka qenë ndonjëherë duke i thjesht, ndonjëherë duke i shumë e vështirë, por që kur e nxjerr kokën ma mendja se ja vlen. Unë jam bindur tani për shkakun që jam më mirë se sa isha. Se po duken çiksi kështu si life coach, që domethënë e dini vetë, mos merrni asnjë nga fjalët e mia për bazë, të gjitha që kam unë janë nga mua, domethënë, nëse nuk të përmend ndonjë citim, ndonjë faqe libri apo kështu, dije që e kam nga mendja dhe nuk jam askush domethënë që të jap këshilla apo të gjitha, por mendoj se shumica e njerëzve do i bënte punë nëse ti thrasin çik më nëse ju themi ne thiri mendjes. Mendjes është një nga shprehjet më të bukura për shkakun. Nuk është të zgjidh asnjë punë, po thua se të zgjidh asnjë punë, po që është ka pesh. Dhe mos në të kulturën tonë epike, domethënë është diçka që ka një pesh shumë të madhe, edhe që thrasesh mendjes e vetë një gjë që është e re, domethënë për këta persona që thonë si jo, domethënë mund të jetë fakti që është e vështirë. Tash sa probleme ka rob vështirësinë të tjera të është tjetër gjë, po që nuk e di. Duhet bërë plak. Se si do rish kot. Çobësh, ashtu do jesh si jo gjithkohës. Do ruhesh gjithkohës, se mos po të shikon njeri. Se mos po ta nxjerr njeri atë të helmin në shesh. Po do futet një nga shokët në sërfas nesër. Do shikoj atje për shembull ai tipi kafe me ato për ditë, për shembull. Është një sot tash me shokët e mi që kam thotë që di çfarë bëjmë plak. Un jam krye inxhinieri për këtë projektin që po bëjmë tash. Po bëjmë një gradaciela fare, do vi Elon Musku, edhe më ka zgjedhur mua si krye inxhinierin e kësaj dhe un do i bëj të gjitha. Do më kështu. E para fare nuk të jesën, se në thonë rob të jepi na i drejt, na i gjë. Pa, dështove. Çfarë do bësh? Do ngjesh pa buk. S'ke çfarë. Është po dalli. Mos bën janë të keqe këto fare, janë nuk e di. Po prap kurioze situata se unë vërtet se kam ide shumë domethënë se sa persona të tillë mund të jenë me këto synime domethënë që thjesht të duken kështu. Fasada është shumë e rëndësishme për shumë rob domethënë, po fasada sidomos nga ana inxhinierike është më e fortë kur ka edhe një karabinat të fortë. Ata që dini çfarë është karabinaja, është skelet. Me fjalë më të thjeshta. Kështu që sa Johnny Connell çau bëni kod atje, o do shpik këtë, do shpik atë. Në ato kohë që John duke menduar çfarë titulli ti vësh vetë, shiko mas të gjë në një kurs tani kështu, se ka online plot sa duash edhe me një kualifikim aty dhe vëre vërtet i vë dhe certifikatën direkt. Dhe ata persona që mund të dyshojnë, pastaj mund ta shohin direkt atje u ç'ne ky filani. Pastaj ata që ka vërtet. Nëse ngjelin si moto. Kështu që më mirë do bëhet. Pastaj me ta call centrat tani shiko, ka persona që njoh që e thon me shumë qejf që janë në call centra të gjitha, domethënë dhe i kuptoj. Disa nga këta që pse nuk e ndajnë, sepse disa shesin vaj, për shembull, kur dëgjon shesin verë apo shesin makarona. Edhe robi ka mbaruar për juridik, për shembull, shumë normalisht nuk do ta shnoj atje. Çfarë vari lesh, unë zi jeta, unë thashë do merresh me ndonjë gjyq, me ndonjë gjë. Këto
janë si bar kafe, ato zyrat e avokatërve. E normalisht, domethënë s'ka dëshirë robi, është bërë mainstream, është bërë jo vetëm nuk gjen as punë as një dhe normalisht nuk dëshnoj atë që s'doj. E kuptoj unë këtë. Po këta është shumica të këtyre personave, nëse në një të ardhmen të afërt, domethënë do heci shumë mirë me këtë call centerin, domethënë do e shënojnë ose nëse do kalojnë pasaj te profesioni i tyre dhe mbasi të grihen të fitojnë atë vetbesimin, domethënë prapë do e shënojnë. Do e shënojnë se të lajë dhe thonë që si ç'a bëri, isha atje ku ishte duke shitur verë, tash I po pi kafe me gjyqtarët, e kupton, është të çon dhe ajo egoja që I balancon të gjitha ato. Ideja është se cili ka të kohën e tij, se cili mendon gjërat ashtu si I duken atij më mirë, domethënë. Nuk është ka shumë hapësirë këtu për interpretim. Edhe një gjë të fundit që do të thosha në lidhje me këtë pjesën është që çdo shef domethënë që I merr punëtor në bazë të atyre që kanë ata në LinkedIn, më duket një çik kështu absurde mua. Se unë po të kisha një firmë time domethënë edhe vetëm gjë të shkojë në LinkedIn është çka ka studiuar ai ose çka ka punuar përpara që nëse është I këtij profili. Se s'e shikoja pastaj çka ka shkuar ai. Nëse ai tipi thosh atje, okay, punon ku dëgjon ekonomist apo inxhinier apo CEO apo kështu. Plej para fare CEO kush do të punsoj? Ti CEO. Çfarë punë do të japi tjetri po. Pra në një ekonomist, në një gjë kështu. Maksimumi që mund të shofësh ajo është. Okay, ky tipi ka bërë shkollën për ekonomist, edhe punon në ekonomist. Se atë mund të qelloj ku dëgjon, te lojite supervisor, e kupton? Po që ajo do ta e vërteton në intervistë, domethënë. Përderisa je ai I aftë, sa ka hapur firmën tënde për këtë pjesë, duhet të jesh ai I aftë që t'ja nxjerrësh atij robi, çka ka të vërtetë, çka ka të eksagjeruar. Kështu që është pak e dyanshme kjo. Edhe kështu. Ja, e bëm prap. Një letër shumë e bukur. Falenderime nga zemra. Më bëhet qefi që ka interaction. Ro presim diku të shtatë të tjera, por po ju vonojnë, kështu jam kështu plak, nuk di çfarë të them. Plak, e di çfarë të them, por do ta formuloj bukur. Ose si këto që kam afër këtu, po unë sa kam pas shkruar në Shqipun, kur fillon shkruan prap. Më thua pastaj po mirë, hajde se e bëjmë live. Jo, ashtu kam turp. Nuk ju ku shikon atë. Edhe pse nuk shikon njëri, në fakt. Po që mendi këtu një. Çfarë I bësh? Ibra muchachos. Ja kalofshi mirë, e mirë e befshi.